Kemë të bëjmë me një personalitet në këtë rast se mund të quaj që është djali i presidentit Trump dhe i cili përveç gafës me hartën ku si pjesë... Ju mendoni që realisht ishte gafë? Unë dëshiroj ta quaj gafë, sepse fundja fundit natyra e vizitës së zotit Trump Jr. në Beograd është më tepër e natyrës ekonomike dhe jo politike. Prandaj kjo a di pse po ju pyes a është gafë? Për shkak se kur flitej, po themi, kur tentoj të bëj një farë analogjie mes Ukrainës sot edhe Desha dalë edhe aty. Por nisëm prej të parës. Nuk besoj që Trump Jr. ka as njohuri të hollësishme dhe harta është bë me qëllim të tillë. Unë nuk po besoj që, ose lejoj vetë të besoj që është thjesht gabim, i cili mund t'ja kenë servu dikush edhe aja ka postu, sepse jam i sigurt që në të ardhmen afërt kur të fillon, nëse zoti Trump arrin ta zgjidhë shpejt problemin Rusi-Ukrainë dhe të kthehet ndonjëherë të kthehen syt nga Kosova, respektivisht nga Ballkani Perëndimor, sepse me gjast problemi më i madh do të jetë në Bosnjë Hercegovinë se sa në Kosovë, me gjast që po shihen rrethonat. Atëherë unë mendoj që do të kemi një qasje tjetër, sepse atëherë fillon qasja politike unë e quaj. Pra, zoti Trump Jr. në Beograd ka qenë kryeput për interesat e biznesit të tij. Fatkeqësia është që podcasti ka nxjerrë disa elemente të cilat për ne janë shqetësuese. Mos harrojmë që administrata Trump e reja është ende se thamë në etablim të institucioneve atje, dhe ende është ajo gjuha unë e quaj fushatës atje sikur dominon. E pam që shumë shpesh edhe zoti Trump akuzonte paraardhësin e tij Joe Biden për ndihmë të pakursye për Ukrainën, madje pa kurfar, si themi ne, pa kurfar kalkulimi kthyes, si tham. Dhe në këtë vazhd edhe Trump Jr. siç duket e goditi ish presidentin Clinton, gjoja që realisht mund të jetë një lloj mbulese e atij mega skandalit të zotit Clinton, presidentit Clinton me Lewinskin. Pra, nuk u shqetësuese dhe ne për fillimit e kemi ditë që me ardhmën e zotit Trump në pushtet ne do të jemi të përgatitur sepse kemi të bëjmë me një person që është kontrovers, i cili thën rregullat e krijuara që kanë qenë në gjeopolitikën e deri djeshme, por unë po besoj që ose jam i prirë të besoj që ne do të jemi syqel dhe me krijimin e institucioneve që besoj që nga java ashme, nga hona fillon pastaj të kemi numrim të kohës sa i përket krijimit të qeverisë, do të gjejmë mekanizma që deportojmë dhe ne dhe të kemi kontakte direkte me administratën e re Trump dhe të fillojmë që politikisht të shtyjmë përpara agjendat tona dhe mos lejojmë që të mbesemi në defanzivë. Mos harrojmë që ndoshta është një fat për neve edhe gjendja krijuar në Serbi, e cila për momentin është një kaos, dhe me që nesër, siç e dim, është thirrë një protestë e madhe atje studentëve dhe organizatave të tjera. Ne po shpresojmë që atje do të ketë përmbysje, respektivisht rrëzim të pushtetit të Vučićit. Dhe nëse kemi një tillë, atëherë për neve është një shans i mirë që realisht të kapmi hapin dhe sepse asnjë administrat, qoftë amerikane po as evropianët, nuk mund të fillojnë të negociojnë me shtete të cilat nuk janë stabile sa i përket qeverive. Ne e dim që nga viti 2023 kur patëm marrëveshjen, pastaj edhe aneksi i cili implementimit që nënshkruan ohër kishte zgjedhjen në Serbi, u nal gjithçka, pastaj kishte zgjedhjen në Kosovë, zgjedhjen edhe në shumë vende, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj pat një stand-by. Nëse do ta diskutojmë edhe pjesën e dialogut edhe vizitën e emisarit të ri. Profesor, a mendoni që është mungesë informacioni, a mund të flasim për vizitë kryekëput ekonomike, apo ka një qasje të re? Përkraje e tha për presidentin Trump dhe lëvizjen MAGA ka shfaqur